Në historinë e mbijetesës së popullit Kosovës, vend të rëndësishëm zë sigurimi dhe përgatitja e ushqimit për njerëz. Bazë e ushqimit për çdo familje kosovare ishte buka. Duke filluar nga buka e Kalamojt, e Elbit dhe ajo e Thekrës. Buka e Grunjit ishte gëzim i madh, pasi gatuhej nga mielli prej gruri, i cili ishte i pamjaftueshëm për shkak të vështirësive të përpunimit të tij. Arti i të gatuarit ndër shqiptarët është i lashtë dhe i trashëguar brez pas brezi. Formula e njohur popullore që shpreh mikpritjen edhe në krizat më të mëdha, shoqërohej me fjalën e njohur buk, kryp e zemër. Kur është fjala për ushqimin, shqiptari në të kaluarën ishte fjalë pak dhe kënaqej me një ushqim të lehtë dhe të thjeshtë, buk të Kalamojt, djath dhe ndonjë turshi. Populli kosovar gjithmonë e ruajti traditën origjinale të gatuarit në enë prej dheu, në tavë, veksh, vorb, ku artikujt ushqimor kryesor ishin mielli i Kalamojt, i Elb, i Thekrës dhe i Hedës, pastaj fasulja apo pasuli, patatet, produktet e qumshtit, lyni, gjiza e djathi, zarzavatet, perimet e të tjerë. Kurse mishi përgatitej kryesisht për festa, me therrjen e ndonjë viçi, qengji apo pule. Ushqimet gatuheshin nga gratë e shtëpisë, përderisa burrat punonin tokat dhe merreshin me punët më të rënda fizike. Ushqimi përgatitej në shtëpinë e zjarrit, kurse bulmeti ruhej në fllanik, dhome freskët e cilat duhej t'u shmangej rrezeve të diellit. Ushqimi përgatitej me duar dhe me mjete të thjeshta pune prej druri e më vonë edhe prej metali. Bukën dhe brumrat të ndryshme i gatuante magjetoria, emërtim ky i marrë nga magjja, e cila shërbente për ruajtjen e miellit. Kurse ajo që përgatiste bulmetin quhej baqice. Përgjegjësitë e tyre i ndante e zonja e shtëpisë. Dorëzim pranimi i rendit të magjes bëhej çdo të enjte dhe zgjaste një javë, përderisa baqica caktohej për një kohë më të gjatë. Të dyja konsideroheshin si shtylla të forta të shtëpisë. Ato para se të dilnin nga fisi i vet, mësoheshin dhe frymëzoheshin nga nënat e tyre që punët rreth magjes dhe shtëpisë në përgjithësi t'i kryenin si duhet. Bukën ta gatuanin me kohë, mishin ta piqnin mirë, por mos ta digjnin dhe gjellëve t'i hidhnin krip me karar. Në çdo familje, orari i punës së magjetorës respektohej nga të gjitha anëtarët e shtëpisë. Ajo zgjohej e para dhe binte e fundit në gjumë. Çdo mëngjes, ajo site mielin për bukë, ul apo njoh mbrumin dhe e lë për të ardhur. Më vonë, ndan bukët duke u azën kërthizën dhe i vë në rruba të hollë. E ndez zjarrin në oxhak dhe me 2 saçe pjek bukët mbrume. Me aromën e bukëve të saj, zgjoheshin anëtarët e tjerë të familjes që me padurim prisnin të uleshin në sofër. Me mjeshtri të madhe gratë e shtëpisë përgatisnin qullin për flinë tradicionale, për t'i renditur më pas petët në tepsi si rreze të diellit. Ky ushqim thuhet se është ndër më të vjetrit dhe më të pëlqyerit nga shqiptarët. Flija e Kosovës edhe në ditët e sotme pëlqehet shumë dhe shërbehet me krenari nga magjetorët kosovarë. Ato të hollonin me dashuri edhe petët për piten, përpeqin e lakrorin, përgatisnin për dimër turshit nga lakrat e kuqe e të bardha, specat, domatet e verdha, bënin pestilin, reçelin dhe thanin në diell o shafin e kumbullave, dardhave dhe mollëve, që gjatë dimrave të acart e shërbenin si kompot në vend të lëngut nga frutat. Për nevoja të veta, çdo familje kosovare kishte baqen e vet. Përmes mjeshtrisë së trashëguar, mbilleshin qepët, hudrat, specat, trangujt, presht, domatet, lakrat, kungujt, patatet,
pjeprat, bostani dhe pemë nga më të ndryshme. Jeta në familjen kosovare ishte e organizuar. Për të korrur sa më shumë të mira, angazhoheshin pothuajse të gjithë anëtarët e shtëpisë. Ata bashkërisht mbillnin arat, punonin baqet dhe kujdeseshin për bagëtinë e bulmetin. Në traditën shqiptare, për shembull, njihen shumë forma të ushqimit tradicional. Është domethënë flija, or janë pitet ndryshme të bëna domethënë me spanaçe, djathë dhe mish edhe gjëra të tjera. Pastaj është përpeqe, janë krelanat edhe forma tjera të ushqimit, po kryesisht kjo është në varë edhe prej domethënë produkteve të cilat i kanë kultivuar shqiptarët. Këtu tani jemi domethënë dhomën apo vendin e zjarrit, një farë forme të kuzhinës, për shkak se edhe fjala kuzhinë është domethënë tipike fjalë shqiptare, vendi kuziet apo kuzina, që ka origjinë domethënë prej fjalëve ilire, që vendi domethënë tregon vendi ku zihet edhe përgatitet domethënë ushqimi dhe ngrohja prej anëtarëve të familjes. Pastaj kemi këtu një formë të sofrës, apo vendi ku e kanë bën ngrohjen e ushqimit prej anëtarëve të familjes. Zakonisht ndallon prej trevave ndryshme, po fillimisht ka qenë sofra e drurit, kjo varet edhe varësisht prej gjendjes ekonomike të familjes, edhe masnejle kanë ardhur edhe punimet e metalit, edhe me këta shkamët e vegjël, prej drurit gjithashtu, të cilat janë punuar domethënë në ekonominë shtëpiake, por çdo herë duke ju referuar domethënë periudhave të ndryshme historike, ato kanë ndalluar edhe varësisht prej gjendjes ekonomike të familjes, kanë ndalluar edhe ente dhe mënyra e përgatitjes së ushqimit, edhe ka ndalluar edhe brenda trevave të caktuara. Ente metalit kryesisht i kemi periudhës shekullit 18, 19 e këtej, duke marrë parasysh, po edhe këto gjatë këtyre periudhave të ndryshme kohore, deri në vitet e 60-ta për shembull ose të 70-ta kemi pas treva të caktuara të Kosovës, kryesisht treva malore që i kanë shfrytzuar ente drurit. I kanë punu vetë, ente drurit domethënë edhe për ngrohje, edhe për lënien e bulmetave të ndryshme, i kanë pas domethënë ente drunit, po më pastaj me zhvillimin e tregtisë kanë ardhur edhe domethënë edhe të importuara enë prej vendeve ndryshme, po gjithashtu edhe janë punuar edhe enë të cilat janë punuar prej zejtarëve shqiptar, siç qendra për tyne domethënë punimet e enëve, edhe prej shumë domethënë zanatlive të tjerë kanë qenë Prizreni, Peja, domethënë qendra edhe Prishtina gjithashtu. Objektin e drunit që ne kemi këto ka shërbyer kryesisht për në zonën e djathit, në këtë formën bazë të sajna është vendosur një codill apo harrën që brenda sajna është fut tomli 2-3 diteve, edhe përmbi ju ka vendosur një formë e tillë e këtij si lloj kapaku i drunit që është i rond për me shtyp, edhe në këtë pjesën knejna ka dalë normalisht longu të cilin e ka lshu apo hirra, që mas nejna është shfrytzuar edhe si lloj pije për anëtarët e familjes. Në traditën shqiptare, mashkujt, domethënë të moshës madhore, kanë qëndruar ndamas prej grave që ka qenë në Odë. Oda ka qenë objekti kryesor apo vendi ku kanë qëndruar mashkujt e moshës madhore, ndërsa fëmijët gjithashtu e kanë pas një kënd caktuar, edhe gratë të dhomën e tyre apo kryesisht e kanë shfrytzuar kuzhinën, vendi ku është përgatitur ushqimi.